kuptohet që ne aplikojmë standardet dhe politikat tona. Por në tregun shqiptar siç e dina dhe nuk është për më sheh, ke edhe kompani fantazëm që shfrytëzojnë këtë kanalizim për me përfitu ma tepër se sa për me ofru një kontingjent punëtorësh në tregun shqiptar. Dhe nuk e kuptoj pse shteti shqiptar duhet me dalë me disa politika të reja, me bërë një marrëveshje me një shtet komplet të ri, që klasa punëtore e Vietnamit nuk është e shumë për një klasë punëtore cilësore ose me gjuhë që përvetson gjuhën angleze, por filipinezët e kanë gjuhën angleze, dhe kjo unë kam eksperiencë 10 vjet në këtë fushë. Dhe më lindin pikpyetje, thamë, ja janë këta marrëveshje me një agent të mshehun, për atë që përmos marrëveshjen, apo realisht shteti shqiptar është për shem dhe kërkon të ofrojë biznesi shqiptar një kontingjent të specializuar. Kjo nuk më figuron kështu me datat që kam unë. Kështu që edhe ministra, kur do që tjenë, do të me rishikju këta çështje dhe me marrë ekspertat e duhur për me zjarë një politik të mirëfillt që mos me penalizu biznesin shqiptar. Sepse, kuptohet, biznesin shqiptar investon për të marrë një kontingjent punëtorësh dhe të investosh në një punëtor 4.000, 5.000 euro për marrë në Shqipni me pas 5 muaj, 6 muaj në punë dhe të ikë ose të figuron që nuk e ka as ekspertizën, as gjuhën e duhen për çfarë kërkohet dhe i bjen barë biznesin shqiptar për me i trajnu, për me barë, pse mos me marrë kontingjent që ekziston me eksperiencat e duhuna. Zoti Zeka, çfarë kritere shkërkoni ju nga punonjësit si për shembull që punësohen të huajt ndërkombëtarët që me cilat shteti ynë ka këto marrëveshje bashkëpunimi për t'i punësuar në sektorin e manufakturës dhe a keni lidhje më pas edhe me agjencitë e rekrutimit punonjësve nga jashtë? Atëherë unë duhet të prek 2 çështje të shumë të rëndësishme që preku Albani, sepse radhë parë duhet marrë shumë e drejtë që duhet marrë një feedback nga biznesi, por ashtu edhe nga agjencitë serioze, se cilët janë punëtorët më të përshtatshëm për sektor tonë. Për shembull, po marr një shembull, për sa i përket sektorit manufakturës, tekstileve kanë rezultuar shumë pozitive vajzat nga Myanmari. Kështu që si ajo duhet bëhet një seleksionim dhe duhet jetë një orientim duke marrë parasysh këshillat që normalisht duhet i marrë nga agjencitë. Dhe e dyta që përmend Albani që është shumë e rëndësishme është që duhet të bëjë edhe një seleksionim sepse në një moment kur çdo kush ka marrë përsipër të sjellë punëtor nga jashtë, sepse është bërë një treg goxha i rëndësishëm, duhet të bëjë një ranking, duhet të bëjë një kontroll dhe në fundit të nxjerrë dhe një listë atyre agjencive serioze si ajo Albanit dhe thotë që ju duhet të orientoheni drejt këtyre agjencive sepse ka një problematik të madhe nga ato që nuk janë të rregullt dhe nuk janë të e shfrytëzojnë këtë mundësi për të përfituar si në kurriz të punëtorëve, po ashtu edhe në kurriz të biznesit, sepse ka shpeshherë tarifa të cilat variojnë nga agjencitë vendase, jo shqiptare, normalisht në bashkëpunim me shqiptarët, tarifa nga 3 deri në 8.000 euro që i marrin punëtorit për të sjellë në Shqipëri. Dhe pastaj kur vinë në Shqipëri, ne ndodhim në konflikt në problematikë sepse atje kanë premtuar gjëra të tjera dhe këtu kanë premtuar kërkojnë gjëra të tjera. Kështu që duhet bërë një seleksionim, plus që duhet marret se s'bën opinioni i biznesit që këtu mos sjellin punëtorë të cilët ndoshta nuk kanë rezultuar, siç ishte përmend Albani, si Bangladeshi, po ashtu edhe Afganistani. Këto janë sfidat kryesore, sepse siç tha Floriani, kena të bëjmë me shifra shumë atraktive, shumë joshse që agjencitë tërmjetëse fantazëm ose disa agent që e shfrytëzojnë këtë mundësi, janë të folë për shifra marramense për një industri si Shqipnia dhe nuk dona që për shembull tregu jonë të kontaminohet ose të bëhet si një kosh në thojza, kosh për një kontingjent që nuk na nevojitet dhe ke parasysh, kjo ka të bëjë edhe me sigurinë kombëtare, sepse ti përfundon me një numër punëtorësh ose një numër po thojmë punëtorësh, po individ në Shqipëri që i përfundojnë ilegal, kuptohet që Komiteti Evropian nuk e pranon, origjina që viza ja lëshu është Shqipnia dhe ne kena një kontingjent, aktualisht ekziston një kontingjent ish punëtorësh
që rropatë në Shqipëni nuk mundu me gjetë punë, janë ilegal me dokumentacionin që i përket për biznesin, për me i punësu, dhe ne si agjenci jena në midis dhe gjejmë vetin të pam shtetën as nga shteti dhe as nga ligji që është aktual. Dhe ke parasysh, unë kam eksperienca ku vjen një punëtor, ka ardhur nga një vendet e Afrikës dhe përfundon në Shqipëri dhe shohim vizën që ka marrë, vend punësimi në Shkodër, vend banimi Elbasan. Ne kuptoj. Edhe ne jena agjenci, hargjojmë kapital njerëzor edhe financiar për me majtë standardet dhe dalin për shembull kompani fantazëm që bjen ai 100 vet, 200 vet, sepse është jo se megjithatë ne flasim për tregun e formalizuar. Cilat janë kriteret që ju përdorni zoti Thika edhe për të rekrutuar punonjës nga jashtë dhe pastaj nga biznesi ka kritere të tjera që kërkohen? Ju përmendët pak më parë gjuhën angleze. Biznesi shqiptar është i ri në këtë fushë dhe metet në dorën tonë që ne të bëjmë filtrat për kac. Ke parasysh që rikrutimi dhe punësimi si industri në Shqipëri nuk është një industri që ka krijuar një historik dhe ka një arkiv procedura se ne njekum. Ne, si që thash, ne jena një nër kompanitë e parë në Shqipëri, kena bashkëpunu me shtetin për me ndërtu politikat dhe standardet, dhe kriteret janë në dorën tonë për me bë përzgjedhjen. Biznesi ka met në dorën tonë si kompani ndërmjetëse për me filtru kandidat që duhet. Dhe ne si kompani, ne nuk joshna nga numri që agjentat e huaj na ofrojnë ose agjencitë e huaja na ofrojnë. Ne bëjmë filtrimet tona. Unë po them për shembull nga 1000 kërkesa në muaj që mund të marrim, ne mund të filtrojmë 50, maksimumi 100, sepse ne i shohim, kena ekspertizë për me pa a janë kandidatë të duhen dhe a kanë ekspertizën e duhen për punën që kërkojnë më art. Ose biznesin që kërkojnë. E kuptoj, zoti Zekja, ju keni kritere kur kërkoni punonjës nga jashtë, domethënë mosha, Më shumë aftësia, sepse pagat normalisht janë të stabilizume që në fillim. Por ka agjenci serioze të cilat na mundsojnë, themi një intervistë online, duke parë të vendit punës, duke përgjigj disa pyetje, në rastet kur, siç e tha Albani, janë vende që anglishtën e kanë gjuhë të përdorshme, kështu që kriteret janë, nuk diskutohet, por që kohët e fundit edhe teknologjia na ka dhënë një dorë që ne të arrijmë të bëjmë intervista online dhe të shohim me të vërtetë aftësitë e punës. Pastaj normalisht kur vijnë këtu, normalisht do testohen dhe do i përshtaten sektorit. E kuptoj. Megjithatë, unë e përmenda pak më parë dhe dua të rikthehem tashmë se folëm për tuaj Filipine, Bangladesh, Indonezi, Vietnam e shumë shtete të tjera me cilave dhe ato që zoti Thika tha i kemi ndërprer marrëdhëniet. Dhënat nga Instituti i Statistikave tregojnë se janë 74.730 shqiptarë të regjistruar si të papunë pranë zyrave të punës. Pjesa më e madhe me arsim të mesëm, por ka edhe 7% të atyre që janë të papunë me arsim të lartë. Tani mos po fokusohemi shumë dhe mos po synojmë